ish kryetares kuvendit që e ka marrë këtë deklaratë dhe ka bërë atë deklarimin bombastik që të mblidhet kuvendi edhe të kërkohet përgjegjësia. Ajo, zonjë e nderuar, madama ka pasur mundësinë që të njihet me dokumentet e mia, ka pasur mundësinë që të njihet konkretisht me veprimtarinë time, sepse unë kam kryer veprimtari konkrete, unë vajta për vizitë, ngushëllimi familje dhe këtyre që u shpallën dëshmorë. Të katër. Po në kohën që ata konsideroheshin armiq, edhe gjithë Shkodra fliste që Malame vajti ngushëlloi viktimat. Vetëm për këtë akt, ajo zonjë nuk duhet kishte kurajën të bënte këtë deklaratë. Zonjë, për keke zonjë Josefina Topalli? Po, zonja Topalli. Do ta kem rastin, do ta pyes zonjën Topalli, po. Të shikoj. Ajo ka mundësi që të pyesi popullin e Shkodrës, po? Ka mundësi që të njihet me dokumentat, ka mundësi që të njihet me dokumentat që janë në arkivin e shtetit, ka mundësi të njihet me bashkëpunëtorët me cilët unë kam punuar, ka mundësi të njihet me ato pak akte që kanë ngelur nga dosjet timore, edhe mos bëj deklarata bombastike. Unë jam i mbrojtur nga vetja ime dhe nga qëndrimi im e para. E dyta, duhet të sqaroj kushdo që ka një mendim të ndryshëm nga ato që kam thënë, i rekomandoj të lexoj librat, të shikoj, të kërkoj në arkiv dhe unë kam deklaruar publikisht dhe me përgjegjësi të merret çdo dokument që ka të bëjë me veprimtarinë time, të publikohet, të diskutohet pa asnjë rezervë. Jam shumë i sinqert dhe jam i vendosur për këtë që them. Kemi foto tjera, nuk e di? Kemi dhe një? A kjo dëbim 3 dënime me vdekje të krerët e internimeve, ka qenë dhe zyluftar Ramizi aty. Rapi Mino dhe Ranit Çelen. Jeni dakord me këtë vendim? Për veprimtarinë e tyre, duke gjykuar në prizmin politik, është një veprimtari shoqërohet, kjo pamje shoqërohet edhe me qëndrimin ndaj Ismail Kadares. Se kjo është një koincidencë. Është një koincidencë. Edhe një pëtqeshur. Shumë kuptim plote. Këta janë personat që kanë zbatuar porosit. Dhe këto porosi kanë qenë të palishme edhe të dënueshme. Por në kuptimin e përgjithshëm, këta duhet të dënoheshin. Por që dënimi me vdekje u hoq në Shqipëri. Dhe ai dënim është dënim politik që u bë për të qetësuar popullin. E para, e dyta. Këto dënime me vdekje u dhanë një kohë kur Shqipëria donte që të afrohej dhe po ecte në rrugën europiane, euroatlantike. Nuk ishte përse të merresh me këtë mas kaq të rënd dënimi me vdekje, sepse dënimi me vdekje ishte hequr nga Europa. Në thepesën. Po të gjykoj. Edhe këtu kishte ngrirë. Po 90-ën hoqën. Jo, flas edhe këtu në thepesën kishte ngrirë. Në thepesën kishte ngrirë. Pra dënimet që u bën më tepër propagandistike. Jo, më bëre për të qeshur për këtë dhe kjo tregon pastaj kjo për Kadarin. Shumë interesante. Prandaj që të kuptoj drejt se unë kam punuar me ata, si thuaç, kam kaluar një pjesë e jetës time në detyrën time në periudhën më intensive, në periudhën e krijimtarisë time më të rëndësishme. Dënimet janë të drejta që janë bërë, por dënimet me vdekje kanë qenë të egzageruara. Qartë. Zoti Lame, unë e thash edhe në fillim të emisionit që mund të ketë shumë njerëz që mendojnë ndryshe nga ju. Mund mos jenë dakord fare me ju, por unë atë që vlerësoj është kuraja juaj që dilni publikisht, dilni ballas dhe thoni mendimet tuaja. Sikur pjesëtar të atij regjimi të kishin kurajën tuaj dhe dilnin të flisnin, do ishte një gjë shumë e mirë për kombin ton. Dhe ajo që mua më la më shumë përshtypje ishte fjala juaj që unë jam penduar, por brenda atij pendimi dhe asaj përgjegjësie, unë jam munduar që të bëj sa më pak të ketë sa më pak pasoja. Dhe unë realisht e vlerësoj këtë gjë. Pastaj ju njerëz që e shikoni intervistën dhe e keni ndjekur zotin Lame, jeni të lirë
të thoni mendimet tuaja, të komentoni, sigurisht që kjo është demokracia dhe liria. Unë të falenderoj shumë, zoti Lame, për këtë intervistë që është rekord në historinë e intervistave të mia. Unë dëshiroj sinqerisht edhe një herë të përsëris, falenderoj televizionit dritare që më dha këtë mundësi, edhe juve personalisht për këtë bisedë me tema kaq delikate, po me kaq rëndësi për historinë e popullit shqiptar, popullit dhe të kombit shqiptar. Dhe nëpërmjet kësaj mundësie që më jepet, duke pasur parasysh komunikimin masiv që ka ky televizor, jam mirënjohës kombit shqiptar për vlerësimet që ka bërë dhe uroj që kombi shqiptar të ketë gjithmonë ditë të mira dhe udhëtim të suksesshëm në rrugën euroatlantike.